Sekreti që duhet të dini për një gjumë të mirë kur është të nxehtë. Ju ka ndodhur që kur futeni të laheni në det, hidhni pak ujë rreth qafës. Kjo bën që të mësojeni me temperaturën e ujit. Por kur është shumë e nxehtë, vendosni një leckë të lagur rreth qafës. Ka një sër arsyesh për këtë. Pjesa e sipërme e qafës është afërsisht qendra e kontrollit të temperaturës së trupit. Sistemi termostatit është afër. Për të bërë një gjumë më të mirë, nuk duhet të keni shumë nxehtësi. Kjo është një arsye pse nuk është një ide e mirë të ushtroheni kur flini. Nga ana tjetër, uji i ftohtë nxit gjumin. Nëse keni vështirësi të flini, vendosni një leckë të lagur rreth qafës. Kjo ndjenjë freskisë do ju ndihmojë të flini, por nuk duhet ta bëni atë në temperatura shumë të ulta për të evituar kështu edhe problemet që mund të shkaktojë në cilësinë e gjumit tuaj. Dijeni se nxehtësia e tepërt do të shkaktojë efekte anësore për organizmin dhe duhet të tregoni të kujdesshëm me temperaturën.